punonjësi në dyqanin e metrazheve. Një djalosh që ishte shegert në dyqanin e metrazheve nuk e dinte se çfarë kurthi ishte ngritur për të. Ai nuk e dinte që ajo gruaja e bukur dhe me autoritet, e cila hynte dhe dilte tek dyqani i tyre nën pretekstin se blinte copa, kishte rënë marrëzisht në dashuri me të e në zemrën e saj rrihte një tufan. Një ditë, gruaja futet në dyqanin e metrazheve dhe urdhëron që t'i ndajnë veçmas një sasi të madhe malli. Pastaj, duke kërkuar ndjes që nuk kishte para të mjaftueshme me vete dhe nuk mund ta mbarte e vetme të gjithë ngarkesën, tha: "Copat jepjeni këtij djaloshit që të mi sjell në shtëpi dhe aty unë t'i jap parat." Gruaja i kishte marrë masat qysh në fillim, i kishte përzënë të gjithë. Në shtëpi nuk ishte veç se disa shërbëtore të besueshme. Shegerti quhej Muhamed ibn Sirin, ishte në lulet të rinisë së tij, ishte edhe shumë i pashëm. Ai hodhi stofrat mbi supe dhe së bashku me gruan u nisën drejt shtëpisë së saj. Sa po u fut në shtëpi, ati i mbyllën derën. Ibn Sirinin e dërguan te dhoma e pritjes. Tani po priste që zonja të vinte sa më shpejt e ai do të dorëzonte mallin, të merrte parat e të kthehej në punë. Pritja po zgjatej. Pas pak kohe, u ngrit perdja dhe në dhomë hyn zonja gjithë saltanet dhe fillon t'i afrohet atij ngadalë. Ibn Sirini e kuptoi menjëherë se ç'kishin gatuar për të. Mendoi që duke e marrë me të mirë, duke ju lutur, ta shmangte, por pa që zonja po përvëlohej nga dëshira dhe pasioni. Ajo ju afrua dhe i foli me zë të ulët: "Unë nuk bleva mallin, por të bleva ty." Ibn Sirini filloi t'i jepte këshilla duke folur për Zotin dhe ditën e gjykimit. Mirpo asgjë nuk ndikonte në zemrën e gruas. Ibn Sirini filloi t'i lutej e t'i përgjërohej që ta linte të ikte, por prap nuk ja doli. Zonja i tha: "Nuk ke rrugë tjetër, duhet të plotësosh mangësinë time." Pastaj, kur e pa që Ibn Sirini vazhdonte të këmbgulte në qëndrimin e tij, e kërcënoi: "Në qoftë se ti nuk e respekton dashurinë time, që tani do të uluras e do të them që ky djalosh kërkon të më përdhunoj." Atëherë mendoi edhe vetë se çfarë të pret. Ibn Sirinit i u ngritën qimet e trupit përpjet. Nga njëra anë, besimi, virtyti dhe morali e urdhëronin që të përmbahej e të ruante pastërtinë e tij. Nga ana tjetër, ajo grua e kërcënonte me humbjen e nderit, të jetës dhe të çdo gjëje tjetër. Një mendim i kaloi si rrufe në përmendje. Mendoi me vete që i kishte mbetur vetëm një rrugë e vetme, të bënte diçka që dashuria e saj të kthehej në urrëtie dhe ajo vetë të hiqte dorë prej tij. Nëse më duhet ta ruaj të pastër veten dhe virtytin, mendoi ai, duhet që për një çast të duroj ndotjet sipërfaqësore. Me pretekst që të shkonte e të ndërronte rrobat, ai del nga dhoma, pastaj vjen me rroba të ndyra sërish në dhomë. Gruaja sapo e pa, u turr menjëherë dhe e përzuri nga shtëpia.